dialogu në vetvete nuk ka kur gjë të keqe. Është alternativa e vetme. Nuk do duhej stërkeqim në kuptimin e opinionit publik për shkak se në qoftë se s'kemi dialog, cila është alternativa. Mirë po, për dialogun duhet i themi disa të vërteta të cilat janë shumë të dukshme, janë të pa diskutueshme. Dhe e vërteta është që Serbia është mundu në vazhdimsi i është përgjigjë dialogut, ka shku në dialog, dhe e ka përdor dialogun në vazhdimsi si një platform për zgjidhjen e statusit Kosovës. Dhe në këtë pikë, Bashkimi Evropian ka dështu. Pra, nuk kemi një nisje nga pozicioni fillestari dy palëve, si palë të barabarta, për shkak se nga ana e Beogradit zyrtar, Kosova nuk njihet, Kosova nuk është shtet, Kosova nuk është çështje e zgjidhur, ashtu qysh në mënyrë agresive propaganda serbe vazhdon të paraqes Kosovën si shtet artificial i krijuar pas bombave agresore të NATO-s mbi Serbinë e të tjera, dhe nëse premisa fillestare e dialogut është gabim, krejt dialogu është gabim, Ridvan. E kemi thënë qindra herë, prandaj u përpoqa ta sqaroj edhe një herë vlerësimin tim për sa i përket pamundësisë për sukses të këtij procesi shumë të gjatë. Stabilitetin dhe sigurinë. S'ka diskutim. Periudhë gjatë në këtë nuk ka diskutim. Kontekst dua ta shtroj çështjen. Tani mos të harrojmë të përmendë rezolutën e Asamblesë Përgjithshme të OKB-s, por mos të harrojmë që për shembull nga vetë Beogradi zyrtar ka pas kërkesë në OKB që Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ta interpretonte shpalljen e pavarësisë Kosovës, dhe pas opinionit të GND-s në vitin 2010, sërish Serbia nuk e pranon verdiktin e GND-s mbi kërkesën e vetë për ta sqaruar sa i përket të drejtës ndërkombëtare, sa i përket ligjit ndërkombëtar. Dhe në anën tjetër, gjithashtu duhet ta kemi të qartë që pas shpalljes pavarësisë Kosovës, realisht të gjitha lëvizjet sfiduese të randet ndërkombëtar nga ana e Putinit janë ndërlidhur me Kosovën. Në të gjitha komunikimet publike të Putinit dhe Lavrovit, ata gjithmonë e kanë pas referencë Kosovën për ta legjitimu ato që kanë bo në Gjeorgji, në Ukrainë pastaj, jo vetëm me aneksimin e Krimes, por edhe invazionin e shkallës plot ndaj Ukrainës dhe në fqinjtë e tjerë të Rusisë për shkak të ambicjes që vetë Putin e ka thënë, të rikrijimit të një zone të re të influencës neosovjetike. Pra, çka po ndodh me ne këtu është zgjatim i një ambicie politike të ngjashme me Putinin dhe që konfirmohet në rastin e Serbisë me atë projektin replikues që quhet bota serbe. Pra ju e dini që ka një botë ruse që mbledh si koncept krejt aktivitetet e Rusisë ekspansioniste të Vladimir Putinit dhe në rajonin tonë ne përballemi me një koncept të njëjtë të quajtur bota serbe, dhe që normalisht në këtë kuadër pastaj zhvillohet një strategji minuese në radhë parë për Republikën e Kosovës, për shkak se Republika e Kosovës është projekti më i ri i ndërtuar me mbështetjen e drejt për drejt të komunitetit euroatlantik dhe që reflekton një sistem vlerash të rendit liberal, dhe pastaj edhe ambicjet ekspansioniste të Serbisë me Republikën Serbe, duke ju referu aktiviteteve secesioniste të Milorad Dodikut atje. Sot jemi 15 vjet pas fillimit të këtij dialogu dhe është e kuptueshme që nuk e kemi ende epilogun për shkak të ndërmjetësit që karakterizohet me mungesë kapacitetesh për të ushtruar trysni mbi Beogradin zyrtar dhe për shkak të mos involvimit të drejt për drejt, pra një roli direkt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të përcaktonte ose do ta disiplinonte dhe do ta detyronte Beogradin zyrtar
që ta pranoj realitetin e ri geopolitik në Ballkanin Perëndimor me Republikën e Kosovës. Ridvan, projekti i dialogut është dizajnuar në atë mënyrë që të jepet shans nëpërmjet negociatave mirë kuptimit deri te pranimi i realitetit të ri, duke adresuar shqetësimet që eventualisht Serbia i ka ngrit në botë sa i përket të drejtave, fatit, sigurisë dhe perspektivës së qytetarëve serb brenda Republikës Kosovës, por jo për ta minuar Republikën e Kosovës. Pra ky është ndryshimi thelbësor që duhet ta kemi të qartë. Ndryshimi thelbësor, pra edhe një herë konsiston në kornizën e dialogut. Normalisht, ne nuk jemi antar të UKB-s. Kjo është arsyeja pse UKB nuk mund të thotë që po, dialogu duhet të zhvillohet për këto çështje. Në anën tjetër, ne kemi një bashkim evropian që është neutral karshi statusit ton për shkak të 5 shteteve anëtare që ende se njohin Kosovën. Mirë po, politikisht, për shkak të shqetësimeve të Serbisë, për shkak të pretendimeve që është shkelje e drejta ndërkombëtare me deklarimin e pavarësisë Kosovës. Të gjitha janë adresuar një nga një dhe sot jemi prap në një fazë ndoshta më të avancuar, por jo në epilogun e procesit të dialogut, i cili do të duhej të çonte aty ku ka thënë me ligjin e fundit edhe Donald Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njohjen reciproke mes dy vendeve.